9.6% e diasporës kanë votuar deri më tani, një përqindje tepër e vogël krahasuar me personat e regjistruar. Kandidati i Partisë Demokratike në qytetin e Fierit, Fation Semanjaku, është ndaluar me forcë nga policia pasi refuzoi të mbyllte një tendë elektorale që i kishte vendosur në një hapësirë publike. Shkak i konfliktit në Laç, ku mbeti i vrarë një person dhe 4 të tjerë u plagosën, është bërë gërbishtja e pasqyrave të makinave. 25 vjeçari Shkëlqim Sabria është shpallur kampion absolut në kampionatin evropian i FBB, duke u bërë shqiptari i parë që arrin këtë rezultat. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një numër i vogël i emigrantëve ka votuar deri më tani për zgjedhjet e 11 majit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në Greqi kanë votuar vetëm 9.6% e personave të regjistruar. Vetë emigrantët thonë se po bëhen manipulime. 245.935 shqiptar janë regjistruar si votues diaspore për zgjedhjet e 11 majit, por deri më tani numri atyre që kanë votuar paraqitet shumë i ulët, e kjo jo pa arsye. Sipas të dhënave zyrtare nga KQZ, 68.380 shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi janë regjistruar për të votuar, por deri më sot, që data është 5 maj, vetëm 23.640 ose 9.6% kanë votuar, pasi problemet e raportuara prej tyre janë të shumta. Shqiptarët që jetojnë në Greqi kanë denoncuar në redaksin tonë problemet e shumta me postët DHL, që shteti shqiptar dhe KQZ kanë paguar 10 milion euro. Shumë prej tyre thonë se posta nuk u ka dorëzuar në adresën e caktuar zarfin, ndërsa të tjerë nuk e kanë marrë personalisht në dorë zarfin, pasi postierët i kanë lënë këto zarfe tek dera, tek fqind, në obor, edhe pse kontrata parashikon dorëzimin individualisht në dorë çdo qytetari. Ndërkohë të tjerëve nuk u ka ardhur fare zarfi në shtëpi, edhe pse të dhënat e adresës janë të sakta e fikse, ashtu siç përdoren për qëllime të tjera. Por jo vetëm kaq, pasi disa prej tyre po votojnë pa votuar. Disa shqiptar kanë treguar se edhe pse zarfat nuk u kanë ardhur fare dhe s'kan votuar, KQZ ka dërguar mesazh falënderues për votimin. Të shqetësuar për këtë situatë, ata janë drejtuar postës dhe policisë, por përveç një kërkese ndjese nuk kanë marrë asnjë shpjegim se çfarë ka ndodhur me votën e tyre dhe a do të votojnë apo jo. Denoncimi i parë, jemi 12 familje, kemi vajtur 3 herë që të tërheqim zarfat, dhe që të treja na dhanë adresat falso, nuk i kemi marrë akoma. Jetojmë në Athinë, në lagjen Palio Falliro. Kemi marrë në qendrën e DHL-s në Athinë dhe na dërgojnë në adresa të ndryshme që s'ka zyra fare. Jetojmë 25 vite të mos dim adresat dhe në email që tregojnë adresat janë të sakta. Denoncimi i dytë, emigrantëve u vjedhin zarfin dhe flitën e votimit dhe më pas u dërgojnë mesazh faleminderit për votimin. Ka vllajin tim në Greqi, Korfuz dhe Kushërind, ditën që kanë shkuar të tërhiqin zarfat, u kanë thënë që nuk kanë ardhur, më pas janë njoftuar me SMS që ju votuat. Pas marrjes së SMS-s kanë shkuar në polici, por nuk kanë marrë shpjegime. Më pas kanë shkuar tek posta duke i kritikuar, por kjo e fundit ka kërkuar ndjes. Kandidati i Partisë Demokratike në qytetin e Fierit, Fation Semanjaku, është ndaluar me forcë nga policia pasi refuzoi të mbyllte një tendë elektorale që i kishte hapur në një hapësirë publike. Një incident të shënuar në qendër të qytetit të Fierit, ku kandidati i Partisë Demokratike Fation Semanjaku është arrestuar me forcë nga policia. Ngjarja ka ndodhur pasi Semanjaku ka refuzuar të mbyllë një tendë elektorale që kishte vendosur në hapësirë publike. Sipas burimeve nga ngjarja, policia ka ndërhyrë pas disa paralajmërimeve për largimin e tendës, ndërsa përfaqësuesi i PD-s ka kundërshtuar duke argumentuar se veprimtaria ishte në përputhje me ligjin. Përplasja verbale ka përshkallëzuar në tension duke çuar në shoqërimin me forcë të kandidatit në komisariat. Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga policia mbi këtë ngjarje. Një fermer ka hedhur arkat me kastravec ditën e sotme në shenjë proteste ndaj pikave të grumbullimit, të cilat u amarrin produktet me çmime të ulta dhe i shesin 10 fish më shtrenjtë. Ja, bujësia shqiptare. Fermeri hedh arkat me kastraveca në rrugë në shenjë proteste kundër abuzimeve të pikave të grumbullimit. Ai thot se pikat e grumbullimit pasi i blejnë produktet nga fermerët vendas, i shumëfishojnë çmimet kur i shesin në tregun vendas dhe ato të huaj. Në rastin konkret, kastravecët fermerët po i shesin me 200 lekë të vjetra, por pika e grumbullimit i nxirr në treg me 1500 deri në 2000 lekë të vjetra. Fermerët thonë se kjo skema abuzive e këtyre pikave të grumbullimit po i çon drejt falimentit pasi nuk po nxjerrin dot as shpenzimet e tyre. Mbi 5000 familje që mbajnë me munde sakrifica serat me domate,
speca, tranguj, kunguj dhe patlıcan ndjen të braktisur dhe të shfrytzuar. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të vendosur transparencë dhe kontroll mbi tregun bujqësor dhe për të mbrojtur të ardhurat minimale që u siguron puna e palodhur në fshat. 26 vjeçarja Zana Gjevuka i ka ndërruar jetë pas disa javësh në spital. Ajo u aksidentua më 1 prill nga një automjet që drejtohej nga një punonjës policie në fshatin Qushk të Pejës. Një lajm i dhimbshëm është raportuar ditën e sotme ku Zana Gjevuka, 26 vjeçarja e cila u aksidentua më 1 prill të këtij viti nga një automjet i drejtuar nga një zyrtar policie në fshatin Qushk të Pejës, ka ndërruar jetë në spital pas disa javësh në gjendje të rëndë shëndetësore. Lajmin për ndarjen nga jeta të sërese kanë bërë të ditur familjarët e saj përmes një postimi prekës në rrjetet sociale. I ke shumë re shpirt bardha jon, shpirti yt i bardhë u pret në paqe, motra ime, thuhet në postimin e publikuar nga vëllai i ndjerës. Zana, e cila punonte si edukatore, nuk arriti të mbijetoj plagëve të rënda që mori nga aksidenti. Ngjarja shkaktoi reagime të shumta në opinionin publik për shkak të përfshirjes së një efektivi policie. Sipas policisë, shoferi dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të papërshtatshme në rrugë dhe nga pakujdesia përplasi viktimën e cila po ecte në këmbë. Redaksia jonë i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të afërmve dhe miqve të Zanës. Artur Çela, një shtetas shqiptar, ndërroi jetë në Itali si pasojë e një aksidenti. 50 vjeçari po ecte me motorciklet kur u përplas nga një makinë 100 metra larg shtëpisë së tij. Artur Çela, 50 vjeç, humbi jetën në një aksident tragjik në Itali vetëm pak metra larg shtëpisë së tij ku e prisnin gruaja dhe 2 fëmijët për darkë. Ai ishte duke u kthyer me motorciklet pasi kishte shkuar të blinte peshk, kur u përplas me një Fiat 500 që po dilte nga një rrugë anësore në Via Claudia. Përplasja ishte rënd, duke e hedhur Çelën në asfalt ku goditi me forcë disa barriera metalike. Ai vdiq në vendin e ngjarjes, pavarësisht ndihmës së menjëhershme nga shërbimet emergjente. Artur Çela ishte një njeri i njohur për mirësjelljen dhe përkushtimin ndaj punës, duke punuar si shofer për një kompani ndërtimi në Concordia. Ai kishte jetuar në Itali prej vitesh dhe kishte krijuar një jetë të qëndrueshme familjare me bashkëshortën Suzanën, me të cilën ishte martuar që prej vitit 1994. Ngushëllime të shumta kanë ardhur nga miqt, kolegët dhe institucionet lokale, përfshirë edhe kryetarin e Bashkisë së Portoguaros. Trupi i Çelës është dërguar në varrezat e qytetit për procedurat përkatëse. Hetimet janë ende në zhvillim për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe për të identifikuar përgjegjësit. Detajet e reja janë zbardhur nga ngjarja e ndodhur në Laç, ku si pasojë një konflikti të çastit 2 grupe të rinj konfliktuan duke përdorur armë zjarri. Shkak i ngjarjes është bërë prekja e pasqyrave të makinave. Deri më tani 4 persona ndodhen në spital, ndërsa Gerald Bitri ndërroi jetë ditën e djeshme. Hetimet e zhvilluara për ngjarjen tragjike që ndodhi 2 ditë më parë në Laç kanë nxjerrë në pa detaje të reja mbi konfliktin që çoi në përdorimin e armëve. Sipas raportimeve, ngjarja ka përfshirë 2 grupe të rinj që kanë pasur një konflikt verbal për shkak të prekjes së pasqyrave të makinave. Në përpjekje për të sqaruar situatën, 2 grupet kanë vendosur të takohen pak më vonë në një rrugë të Laçit ku konflikti verbal është agravuar dhe ka kaluar në përdorimin e armëve. Pas ndalimit të makinave, Klevis Ndreca ka qelluar me armë në drejtim të grupit, ndërsa Daniel Gjeloshi është kundërpërgjigjur me armë zjarri. Ndreca ka qelluar me pistolet drejt 3 të rinjve të tjerë, duke i lënë ata të plagosur, ndërkohë që Gerald Bitri, njëri prej tyre, ka ndërruar jetë në spital më pas. Një tjetër person, Armaril Dondoi, ka mbetur i plagosur aksidentalisht gjatë përleshjes, po ashtu edhe një shitëse ambulante që ndodhi në zonën e ngjarjes. Gjeloshi, i cili kishte një pistolet, ka qelluar gjithashtu, por nuk ka plagosur askënd. Armën e tij, e cila u gjet pak metra larg vendit të ngjarjes, e ka dorëzuar policia më pas. Klevis Ndreca është vetë dorëzuar në polici pas ngjarjes dhe ka dorëzuar armën e krimit. Në dëshminë e tij parapraka i ka deklaruar se ka qelluar me armë pasi ka pasur frikë se kishte parë të rinj të tjerë që kishin armë dhe kishte ndërmend ta godisnin. Hetimet janë ende në zhvillim për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të zbardhur motivet e këtij konflikti tragjik që ka përfunduar me viktimë dhe të plagosur. 25 vjeçari Shkëlqim Sabria është shpallur kampion absolut në kategorinë klasik fizik në kampionatin evropian i FBB. Ai është shqiptari i parë në histori që arrin këtë rezultat të jashtëzakonshëm. Një sukses i madh për sportin shqiptar vjen nga bota e bodybuilding. Bodybuilderi 25 vjeçar Shkëlqim Sabria është shpallur kampion absolut në kategorinë klasik fizik në kampionatin botëror të International Fitness and Bodybuilding Federation, duke u bërë i pari shqiptar në histori që arrin këtë rezultat të jashtëzakonshëm.
Lajmi është bërë ditur edhe nga vetë Sabria në një postim në Instagram ku shkruan: "Faleminderit Allahut, me mëshirën dhe udhëzimin e tij arrita të shpallem kampion absolut në klasik fizik në kampionatin evropian të IFBB. Për herë të parë fitohet nga një shqiptar. Overall, i kësaj kategorie në Europian." Federata IFBB ka shpërndar gjithashtu një video të tij me mesazhin: "Shkëlqim Sabria nga Shqipëria. Kampionat absolut në klasik fizik. Kampionat Europian i IFBB në Spanjë. Urime." Pas më shumë se 10 vitesh stërvitje intensive me një regjim strikt ushqimor dhe përkushtim të hekurt, Çimi, siç e njohin miqt, ka arritur të lërë gjurmë në skenën ndërkombëtare. Rrugëtimi i tij nisi në vitin 2015 kur hyrje për herë të parë në palestër për të bërë fort. Vetëm pas 6 muajsh, garoi në Gjirokastër dhe u renditi dyti. Shqipëria atëherë nuk është ndalur. Ka fituar titullin kampion absolut i Shqipërisë në vitin 2024, vendin e parë në Shkup në vitin 2023 u renditi 6 në kampionatin botëror të Spanjës. Me profesion është instruktor dhe trajner personal, ndërsa gjithë ditën e kalon në palestër ku ndihmon klientët të arrijnë objektivat e tyre. Ka përfunduar studimet në ekonomi dhe vazhdon të punojë nga ora 7:30 të mëngjesit deri në orën 19. Sekreti i gjithë fitnessit është qëndrueshmëria, nuk ka rëndësi ora. Rëndësi ka të stërvitesh rregullisht dhe të ndjekësh një dietë të qëndrueshme. Është mesazhi i tij për të gjithë ata që duan të ndryshojnë jetën përmes palestrës. Shkëlqimi, jo vetëm që i ka sjellë lavdi vetes, por edhe ka ngritur flamurin shqiptar në një nga skenat më të rëndësishme të këtij sporti në Evropë. Zonja dhe sotrin ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.